Bashkë me Korab Krasniqi na informojnë në detaje për promovimin e veprës Rezistenca, gratë e paqes dhe të drejtësisë në ish Jugosllavi dhe në Shqipëri. Mirëmëngjesi Edona, linja për ty. Mirëmëngjes për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tanë. Atëherë sot do ta realizojmë këtë lidhje direkte për të diskutuar rreth publikimit të librit Gratë e paqes dhe të drejtësisë në ish Jugosllavi dhe Shqipëri bashkë me autorin Korab Krasniqi. I nderuar mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes. Atëherë si erdhi ideja për me realizu një vepër të tillë dhe me një tematikë të tillë? Duke qenë se do të kemi pas bashkëpunime të shumta në të kaluarën edhe temat me të cilat angazhohemi në bazë auditore janë ato të cilat flasin për shkeljet e mëdha drejtave të njerëzit në kontekst të luftës, ballafaqimi me të kaluarën e kështu me radhë. E shpesh në këto diskutime që kemi pas, kemi has në argumentin se faktikisht gratë kanë qenë ato të cilat si hipotezë ka dalë prej diskutimeve që kemi pas, se gratë kanë qenë ato të parat të cilat i kanë nisë lëvizjet kundër luftës, kanë nisë lëvizjet paqësore, kanë fillu pastaj në kontekst luftës të angazhohen në dokumentimin e krimeve të luftës, edhe pas luftës janë përfshirë në procese dhe në projekte të pajtimit edhe të drejtësisë tranzicionale. Ideja ka qenë me thonë që kësaj hipoteze me ju përgjigj përmes intervistave të thelluara të cilat i kemi realizuar me gratë nga i tërë rajoni rajoni të ish Jugosllavisë, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Do thotë në libër përfshihen gjithsej 11 intervista, kemi gratë do thotë prej Kosovës, Serbisë, Bosnia dhe Hercegovinës, prej Kroacisë, prej Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut edhe të Shqipërisë. Këto gra në sistemet ku kanë jetu dhe ku kanë vepru në forma të ndryshme, duke përdorur simbolika të ndryshme dhe forma të ndryshme të aktivizmit, kanë kontribu në një farë mënyrë në rujtjen e kohezionit social, duke promovu të drejtat e njerëzit, duke promovu paqen, edhe duke promovu dhe thot mos luftën. Për neve kjo ka qenë me rëndësi me u dokumentu edhe me u theksu në kontekstin e jetës publike, për arsye se historitë të tilla shpesh mbeten në margjina të kujtesës kolektive edhe ndodh që janë shkalojmë në kontekst të bazave ditore. Prandaj për neve ka qenë me rëndësi me i taku, ndoshta jo të gjitha gratë, kjo është me rëndësi me thonë, ndoshta jo të gjitha gratë, po prej secilit vend paktën të kemi një përfaqësim ashtu të grave edhe të aktivizmit të tyre në periudha të ndryshme edhe në kontekste të ndryshme sociopolitike. Si e pritën këto gra thirrjen për intervistë? Këto gra nuk kanë qenë të panjoftuna për neve, diku i kemi taku në kontekst të punës, vlen me theksu se ideja për themelimin e komisionit Komra apo Rekom në të kaluarën ka qenë një platformë e cila përpos përpjekjes për me themelu komisionin për të vërtetën edhe pajtimin, ka sjellë së bashku shumë njerëz të cilët kanë mendu njëjtë edhe të cilët fatin e rajonit e kanë pa në kontekst të paqes edhe të bashkëpunimit. Kjo ka qenë platforma përmes të cilave kemi shkëmby, kemi njohur gratë, kemi folë me to shumë shpesh, po kanë ekzistuar edhe bashkëpunime apo kanale të ndryshme ku kemi njoft, kemi folë me këto gra e kështu me radhë. Që ka qenë gjithmonë që ajo ideja që disa prej grave kanë thënë që kjo është diçka e mirë që po ndodh, po disa prej tyne me shumë modesti kanë kërkuar që të flasim me tjera gra për shkak të relevancës që e kanë konsideruar. Megjithatë ne kemi insistuar që kjo mostër e grave të jetë e përfaqësuar në libër, për shkak se përfshin, si me thonë, gjenerata të ndryshme të grave, përpjekje të ndryshme sociopolitike në kontekstet prej ku punojnë, e po ashtu edhe trashëgimi të ndryshme të asaj se çfarë ato kanë bo në vendin ku kanë jetu dhe ku kanë vepru. Që ka qenë pak, si me thonë, kontekstin e bashkëpunimit jo dhe shumë i vështirë, mirë po procesi pastaj kërkimor, rrugtimet e gjata, intervistat të cilat i kemi realizu
në frymën e historisë gojore i kanë peripecitë e tyre me cilat na është dashur me thonë me u angazhu në mënyrë ma të thellume ashtu. Cilat kanë qenë sfidat ose vështirësitë më të mëdha me cilat janë përballë këto grana të ko? Gjitha gratë cilat janë intervistuar ndajnë një karakteristikë të përbashkët ku secila prej tyre ka kundërshtu sistemin e atëhershëm. Nëse fillojmë për shembull me angazhimin e grave në Kroaci, ka ekzistuar një përpjekje që përmes lëvizjeve të ndryshme, qofshin ato studentore, qofshin të grave, qofshin lëvizje të cilat në dukje të parë kanë qenë lëvizje të cilat e kanë kundërshtu, si me thonë, politikat ambientaliste, por prapse në vetvete ka pas elemente ku përmes aksioneve të tyre ato i kanë kundërshtu ide të ndryshme separatiste të cilat janë diskutuar në atë kohë. Në fillim të 90-tave, pastaj gratë në Kroaci po flas, po dhe në rajone tjera, kur, si me thonë që ajo lufta apo ideja se lufta po vjen, i kanë nxit ato me ndërmarrë aksione konkrete në rrugë, përmes protestave, përmes themelimit të urave të bashkëpunimit me gra si në Serbi, si në Bosnjë dhe Hercegovinë e kështu me radhë. Në Bosnjë, në Serbi po ashtu është shumë rëndësi kontekstin në cilën gratë kanë vepru, ka qenë një kontekst i vështirë sepse Jugoslavia e përjetonte një farë kthimi në etnonacionalizëm, ideja e Jugosllavisë atëhershme u vinte në pikpyetje, edhe gratë ishin ato të parat të cilat, si me thonë, përmes simbolikave të ndryshme e kundërshtonin sistemin apo politikat e Miloševićit. Në Bosnjë kemi një fotografi tjetër ku lufta do të thotë kalon një trashëgimi të errët të humbjeve dhe të shkeljeve të drejtave të njeriut, edhe përmes angazhimit humanitar dhe mbështetjes së grupeve të viktimave, gratë kanë qenë gjithmonë ato të cilat, si me thonë, e kanë kultivuar një farë sensi të paqes edhe të drejtësisë. Në Kosovë, njëjtë sikur edhe në Bosnjë, gjatë viteve 90-ta ka pas shumë lëvizje të grave dhe shumë forma të rezistencës së tyre. Nuk po filloj me i listu ato, mirë po qysh prej fillimit 90-tave deri tek protestat që ndodhin në mars të vitit 1998, gratë kanë qenë ato të cilat në një farë mënyre e kanë preokupu qatë farë hapësirën publike dhe përmes formave të protestimit, të rezistencës, ato i kanë botë të dituna qëndrimet politike të asaj kohe. Dikush mundet me thonë, po në Maqedoni edhe në Maltezi nuk e kemi një fotografi të njëjtë, me gjitha ato gratë për të dy e këtyre vendeve kanë kontribu, si me thonë, në përmirësimin e qati fibrit social të rajonit që ka ndodhë, qoftë duke provu me kriju ura të bashkëpunimit ndërmjet grave të komuniteteve të ndryshme, apo duke ofru ndihmë grave të tjera të cilat iknin nga lufta në atë kohë. Gjërsa në Shqipëri kemi të vetmin rast Zojan Fatbardha Mulleti Saraqi, e cila në një mënyrë e ndan fatin edhe historinë me gjitha gratë të tjera të ish Jugosllavisë, ku ajo përpiqet përmes punës së saj me dokumentu trashëgimin e errët të sistemit komunist, ku përmes punës së saj ajo i dokumenton përvojat e grave të internume edhe të mbajtuna në burgje dhe në kampe gjithandej nëpër Shqipëri. Duke qenë e bija e një ta që ashtu zyrtari komunal në Tiranë, ajo persekutohet për sistemit komunist, edhe jeta e saj vazhdimisht shkon edhe bëhet më e vështirë. Qëllimi i librit është me ndërtu një trashëgimi për përvojat e këtyre grave, për aktivizmin e këtyre grave, edhe për të ofruar lexuesve një fotografi më të gjerë, jo vetëm të aktivizmit të tyre, po të jetës së tyre të përgjithshme, sepse premisa e historisë gojore si metodologji e ofron të qatë mundësi që lexuesi në leximin e tyre të mos fokusohet vetëm si të themi në çato aspektet kryesore të jetës së tyre, po të kenë mundësi ta marrin një fotografi të përgjithshme.
thotë kush ishin këto gra, ku kanë lindur, në çfarë konteksti janë rritur, pastaj cilat kanë qenë sfidat e tyre, qofshin ekonomike, politike, sociale të asaj kohe, deri në pikën ku jetojnë sot. Domethënë është një lexim ta që ashtu intrigues në kontekstin se mësojmë jo vetëm për gratë edhe aktivizmin e tyre, por edhe për sistemet politike të asaj kohe, edhe format se si këto sisteme kanë përdor instrumentet e tyre për me i shtyp, si me thonë njerëzit, për me i shtyp civilët e kështu me radhë. Libri ofron, do me thonë, një mundësi për me i pashtë të nuanca. Sa ishte i vështirë realizimi i këtij libri, të marrë parasysh që tematika është pak e komplikume, por edhe e ndihshme? Po mendoj, libri ka fillu realizimin në vitin 2013, ku kemi nisë, do me thonë, me përgatitjen e terrenit për realizimin e intervistave. Në vitin 2023, nuk e dia thash 2023, kemi fillu me intervista dhe kemi bo udhëtime gjithandej në për rajon, ku i kemi taku fillimisht gratë, pastaj kemi realizu intervistat me to e kështu me radhë. Pastaj në vitin 2024 kryesisht jemi marrë me punën me materialet, me tekstet edhe me fotografi. Në proces munden edhe prej librit ndoshta me kuptu që përveç intervistave me gra, kemi bo përpjekje me grumbullu dhe materiale arkivore të punës së grave, qofshin punës në teren, qofshin materiale arkivore familjare, për me plotësu, si me thonë, profilin e tyre biografik. Pastaj intervistat janë transkriptu, janë redaktu, në sensin që nuk është prek asgjë prej gjanave të cilat gratë i kanë thonë, mirë po është bo përpjekje që intervistat strukturohen në një sens ma koherent, që lexuesi mos me pas nevojë me u lodh shumë për me shku poshtë dhe lartë, në kuptimin e timeline-it të fakteve të cilat gratë i shpalosin, po ta kenë me një farë mënyrë të organizuar intervistën si mënyrë e lehtësimit të leximit të tyre. Këtë vit kemi mbritur që librin ta kemi të realizuar fillimisht në gjuhën shqipe, pastaj të përkthehet në gjuhën angleze edhe në gjuhën serbe. Intervistat janë realizu në gjuhë lokale, do thotë nëse themi në Serbi gratë flasin serbisht, atëherë intervistat janë bërë në serbisht, janë transkriptu, pastaj janë editu edhe përkthy në gjuhë të tjera. Kështu që libri e jep çat farë dimensionin rajonal të aktivizmit të grave, edhe qysh e thash edhe më herët e bën çat farë përpjekjen që përveç shpërfaqjes së formave të rezistencës politike të grave, me e sjellë që të elementin e solidaritetit, sepse gratë në kohë krize në Jugosllavi kanë ndërtu ura komunikimi dhe bashkëpunimi, edhe përmes këtyre urave ka pas solidaritet dhe ka pas mbështetje njëra tjetrës në çështjet të cilat ato i kanë adresu. Si mendoni që do të pritet ky libër prej lexuesve? Na shpresojmë gjithmonë për më të mirën, edhe bëjmë më të mirën për me u prit sa më mirë që është e mundun. Ndoshta për shikues është me rëndësi me theksu që promovimi i librit bëhet sonte, prej orës 7 në mbrëmje, në hapësirat e Reporting House që është në sheshin Skënderbeu. Gjithë ata që dojnë me marrë një kopje, mundet me marrë pjesë në promovim. Libra do të jepen falas, shpërndohen falas, edhe besoj që do të ketë kopje për gjithë ata që janë aty. Atëherë, i nderuar, ju falenderoj shumë për këto informacione dhe shumë suksese sonte. Faleminderit shumë. Kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte, linja në studio.